من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falënderimet, adhurimet I takojnë vetëm Allahun, Zotit gjithësisë. Ata e falenderojmë, prej Atij e kërkojmë ndihmën, dhe ata që I madhi Zoti drejton, askush nuk mund ta devijojë, ndërsa ata që drejtësia e Zotit dhe veprat e Tij e lojnë humje, askush s'e ndihmon përveç Allahut. Gjithë bashkë dëshmojmë se Allahu është I vetëm dhe I pashok, krijuesi, sunduesi I gjithësisë, që vetëm madhëria e Tij meriton të adhurohet dhe t'i përkulen gjithë njerëzit. Shirë Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, dhe përmbi gjithë ata besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e Tij deri ditën e gjykimit. Allahu na fal, na mëshiroj gjithë. Inshallah na e pranoj këtë namaz të akşamit. Sonte jemi këtë ajeti numri 105. Allahu xhelle xhelaluhu na sqaron apo na urdhëron shumë gjëra, na tregon disa të mëshefta që ne nuk I dim, edhe Allahu na tregon çka thonë ata për ne, çka flasin ata për ne, si e kanë atë smirën zemrën, domethënë që nuk duan që mirësitë dhe begatit t'ju vënë muslimanëve, besimtarëve dhe besimtarëve. Edhe kjo urrejtje domethënë ishte prezente në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, kur morën vesh që shpallje po I vjen pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam, dhe që nuk qenë ka me përjardhje nga jehudët, nga beni Israilit, nuk e patën me qef këtë gjë, hiç, nuk deshën. Pra informacioni ju erdhi, domethënë nga Teurati, nga Injili, I dishin gjitha këto. Çfarë thot Allahu xhelle xhelaluhu? Bismillahirrahmanirrahim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhu fadlil adhim. Ata I thtarët e librit që nuk besohen, as I dhujtarët, nuk duan që juve t'ju vejnë ndonjë mirë nga Zoti juaj. Mirë po Allahu me mëshirën e vetë veçan ata që dëshiron. Allahu është Zoti I mirësisë madhe. Elhamdulillah si na sqaroni më dhe Zot xhelle xhelaluhu. Prandaj besimtarja duhet drejtohet tek ky libër që të mori sqarimet e nevojshme. Herën e parë përmend ato që ishin Zot të librit. Pra kush ishin Zot të librit? Jehudët dhe të krishterët. Domethënë, pasuesit e Musait alayhis salam edhe pasuesit e Isait alayhis salam. Pra Allahu I përmbledh në një grup, edhe thotë se ata nuk dëshirojshin që juve t'ju vejë një e mirë. Pretendimet I kishin të mëdha që pejgamberi do vejë prej atyre. Megjithse e dishin se nga do të vejnë, por xhelozi e madhe, hased I madh. Çka u bën këta arabët, thotë më var pejgamber këtyre, fisi Kurejsh. Çka janë këta? Pra, ata thoshin që edhe xheneti është I joni. Në një ajet tjetër më përpara, Allahu xhelle xhelalu I thotë mirë vdisni, shkoni në xhenet. Qofse keni të garantuar, vdisni dhe shkoni. Mbase do të hapet xheneti. Se vetëm për ne është xheneti. Thoshin. Pejgamber vetëm ne na vjen. Megjithse ata I kishin masakruar pejgambert e Zotit deri të I vrarë. Isa alayhis salam ta se beson fare për pejgamber.
Edhe sot e kësaj dite. As pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Me pa i hypi një xhelozi e madhe, si t'ju vjen këtyre. Edhe i dhujtarët, thot, ishin me këtë grup. Pra i dhujtarët ishin ata që domethënë nëpërmjet disa zotave që i kishin saju me durët e vete, mendoshin që të shkojnë tek Zoti i Madh, ke krijuesi i gjithësisë. Allahu sjell ajet, edhe thot që kur i pyet ata kush e ka kriju tokën dhe qiellin, Allahu thonë. E kanë këtë ide, domethënë e pranojnë. Ama që të shkohet thot tek Allahu, tek krijuesi i gjithësisë, duhen të zotat e vegjël. Këta idhujt. Edhe idhujt thot duhet mirë mbahen, ka qenë mush qabje plot me idhuj. Që i adhurojshin, duhet mirë mbahen, të qohet ushqime, të qohet me hangër këtyre, edhe njëri bile kishat atë idhullin e vetë që i qënde me hangër atje, a i nuk hande, shkënde hande i dhelpër. Domethënë kaq poshtë kishte ra besimi, ajo idhujtaria, apo ignoranca këtyre njerëzve, e qënde ti hande dhelpër ato. Edhe nga komna e dhelpër edhe e pshorat e idhullin që kishte aty. E në helaku i mandë shpresë se a idhulli që e ka pshor dhelpëra, me i badabi. Ka nësët. Domethënë me këtë lloj imani, me këtë lloj besimi, ka dhe sot. Plot, që e ka shpik njëni atje, malt, mgurë, ku ka qenë atje, e ka shpik njëni, në këtë njerëzit ka opusi. Allahu xhelle xhelalu thot, kujdes. Kujdes, thot. Ju erdhi begatia, ju erdhi Kurani, ju erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me shpallje të qartë, pa devijime, pa asnjë lloj, domethënë, dyshimi. Edhe ju thot kujdes, ata duan thot që mos të vëni ju asnjë sen nga mirësitë e Zotit. Edhe mirësia më e madhe ishte shpallja. Erë Kurani në hapi se, kretë ati do ishim. Mi dhojtari, mi ignorancë, s'do të dishim me ula, më shpla, s'dishim, asi gjanë s'do të dishim këtë botë. Do të dishim bashkë me grupin, si që janë ata sot. Allahu xhelle xhelalu e proni, të partë toni Zoti i Bekovë që e pranun, edhe të rashgun, edhe të dy palët, të dy grupët, edhe këta që u ka ardhë libri, thot, edhe këta që jeni dhujtarë që nuk u ka ardhë libri, po, kanë atë idenë që të menen me këta idhujt, po, besim shtremëru, po Zoti thot mirësinë e ti, je jep kujt do. Kjo ka rëndësi të madhe për ne, prapë. Ka rëndësi të madhe. Pra edhe shpalljen, edhe pejgamberllëkun, e në venet e mira, edhe naftën, edhe begatit, edhe gazin, qërt ka dhoni modhi Zot xhelle xhelalu, a i ti ka thonë, po ata ka një notë. A nuk jenë sot, domethënë, jo 3 qerek, po gjithë luftët për që të naftë bëhen sot. Pse Allahu xhelle xhelalu krahas shpalljes, muslimanëve të shtiu ka thonë, krahas pejgamberit, i ka thonë edhe mirësit më dhoja. Ata i kanë të merë. Pse jo ka thonë Allahu xhelle xhelalu. Por, Allahu xhelle xhelalu thot, ja mund thot Zoti i mirësisë. Pra, ja jap kujt doj. Ne shohim që edhe në këtë fe, në këtë besim, Allahu xhelle xhelalu shumicën e njerëzve që i ka sjell për ta ruajtur këtë fe, dietarë të mëdhej, s'kan qenë nga ato trashëgimtarët e parë, domethënë arab, nga 4 anë të botës. Atë e nxjerr një, në Kinë, apo në Filipina, apo ka do larg. Deli njëri, edhe bëhet sebet, prej Shqipërie, për shembull, për kontrollin, rujtin e hadithet, prej Shqipërie. Habitën ata. Jo, ju thot atyre, rreni pa merak.
Unë jam ai që kam zbrit, unë jam ai që e ruaj, edhe çdo 100 vjet, çdo 200 vjet e sjell atë që ta mbroj. Edhe domethënë asnjëri domethënë nuk i rritet menja, me thonë, shiko valla, ne jemi ato ne trashëgimtarë, jo, pas bënë hizmet Allah e ndryshon. Edhe ju si popull, thot, nëse ju sinim rrugë, thot, u ndryshoj bi i popull tjetër, që të sillen ma mirë se sa ju. Edhe thot Allahu për veten e tij, unë jam Zoti i mirësisë, thot. Pra e jep kujtdo mirësitë, begatit, pra mos o trezo menin. Keni pa që vjen një njëri në xhami, për shembull. Por për ka erdhi ki, kush i tha këti? Kush e udhëzoi këtë? Kush e udhëzoi këtë? Çuditë është kur të vjen, falet edhe ai ke krah. Ja për shembull, inshallah, xhamon tjetër do kemi 3 prap nga zona këtu. Se të kontaktova, ishim edhe në xhami, thonë kam vendosur të marr në xhami, edhe në mosh, rreth 35. Po si të erdhi kështu? Folim prapë tha maza. Ja, e bi Allahu xhallahu. Edhe këtë fe e mbaj, e forcoj, thot, me matë dobdin e juj. Ma atë që ju e shifni më të keqin e vendit, me atë e forcoj. Edhe kur ishe këto vëllezër, kur dolem për herë të parë, vum një nga ato që për të the rezonin. Një tip hinge vogël ishte kështu, po e jep të shumë larg e zonin. E thjesht fare. Ja blem njënit këtu. Edhe duke e vendosur mekaniku, vjen një person e tha, mos e vendosni kot, tha se kanë për të ardhur me shkel me kohë. Thashun, kush e shkel? Unë nuk e njifshe zonë fare këtu. Domethënë, i javdra mund të kishim, që kishim vendos me rregullu venin atje, edhe për të falë xhumon. Filoni tha, da e shkelin me kom. Ta shohim, thash. Zoti është i madh. Ju betohem në Allahun, filoni vjen me 2 automatik i kishte të varmë krah. Edhe thot, këto thot, më keni mu, mos keni merak, për asnjë gjë, thot. Thashë, do e heqim të e fusim mrena, thash, mos e futni mrena ishta. Po e preku njëri, tha, jam unë këtu. Pa ata thënë do të shkelin me kam, nuk e shkel. Allahu e mbron. Edhe të shë ata bëhen peshman. Pse muslimanëve u erdhi ky pejgamberi, këtyre arabëve? Edhe sot i thonë beduin, njerëzve të udhëzu, u bën beduinë thot me konkuru të krishterët e bardhë. Kështu thonë. Pa e bën Allahu. Po të dha Allahu mirësinë, vetëm pa e shpërndarove ti. E bën Allahu. Pse? Çfarë thot për veten e vet në fund të ditës? Unë jam Zoti i mirësisë, thot. Atëherë, përderisa është pronari i mirësisë, Zoti i mirësisë, si mund është me anullu apo me analu? Pra elhamdulillah, Allahu xhelle xhelalu thot, të dy ato grupe nuk ja udon të mirën juve. Edhe e shohim me sytë ton, e përjetojmë që nuk ne e do në fakt. Por ky din do të përjetoj, do ketë shahidet e vet, do ketë dietarët e vet, do ketë hoxhallarët e vet, do ketë besimtarë edhe besimtarët e vet, deri ditën e kiametit. Do të vazhdoj. Pa diskutim, sepse është fjallë e Zotit xhelle xhelalu. Po mos ishte fjallë e Zotit nuk vazhdo. Po ne shohim elhamdulillah, sot del njëri, nesër del tjetri, vjen mirësia, të shte edhe pasurit po kanë dalë që janë krejt kë musliman. Më tepër se gjysma. Ata e kanë zili. Not ditë, plane, ushtri, raketa, për t'ja marrë pasurit muslimanëve, miliarda lek për të poshtru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra mas kaq vitesh, të e djek Kur'anin, duke shkruajt emrin atij nëpër nevojtore, duke bo karikatura, duke bo natë dhe nanat, si u ka arë mirësia këtyre. Po s'kes është vule pejgamberve.
Prej aty në dalin njerëz të cilët thonë, jo, nuk është ai që thoni ju pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, ai është me të vërtet i dërguar fisnik. Ata, prej atyre, apo ka ndodhur për shembull që ai ishte të organizuar një film të madh kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e la përgjysëm. Ja, tha që ka ndryshë. E la përgjysëm. Pra, do të mundohen me të gjitha format, por nuk do t'i arrijnë sepse kjo është fe e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Ky është libri i Zotit Gjelle Gjelaluhu. Allahu thot, ne kemi zbrit, ne mbrojmë. Do të mbrojmë deri ditën e Kiametit. Allahu na boft që ndrushëm në këtë din, inshallah. Na falë dhe na mëshiroft gjithë.